Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Shigjetarit. Do bëjmë një mesazh për ju, apo siç quajta ndryshe duke përzier letrat një e vërtet për shigjetarin. Cila është e vërteta juaj të dashur shigjetar? Krijuesi. E kush më i fortë se vetë krijuesi të dashur shigjetar? Shikoni me vëmendje një person që është duke medituar dhe duke mbajtur në duart e tij një shkëlqim si dielli, si zjarri. Dhe ai zjarr është dhe pas ti, sikur i mbrojtur që askush mos të afrohet. Një figurë të ulur në meditim, rrethuar nga drita dhe zjarri i artë, është aq i qetë, i rrënjosur dhe në paqe, por brenda tij ndriçon një dritë të fuqishme. Kjo nuk është drita që vjen nga jashtë, të dashur shigjetar, por nga thellësia e shpirtit. Ai nuk kërkon të kontrollojë botën, por e krijon realitetin e tij, duke i qenë në kontakt me burimin e brendshëm, pra me veten e juaj. Të dashur, sikur jeni në paqe, apo do bëheni në paqe aq shumë sa që nuk do interesoj kush çfarë, zërat e jashtëm, çfarë kush pretendon, dëshiron, kërkojnë nga ju. Nuk ke më nevojë të presësh të ndryshoj diçka rreth teje, të dashur qytetar, nga që ajo forcë, ai ndryshim po vjen nga vetë ju dhe jeni të bindur që mund ta krijoni për veten e juaj. Nga që keni kuptuar që jeni më të fuqishëm se që keni menduar deri tani, je gati të krijosh realitetin tënd. S'ka më frikë, s'ka më detyrim, por duke i marrë burimet nga gjithë ky krijues, dritën e vet, dritën tënde. Nëse jeni gati për një kapitull të ri, për të ndërtuar diçka me kuptimin, kjo është thirrje për të vepruar nga qetësia, jo nga kaosi. Në brendësinë e vetes tuaj të gjeni përgjigjen, të dashur, jeni vetë krijuesi dhe mos të rëmbeni nga asgjë. Çdo gjë që dëshironi ta krijoni mund ta bëni nga vetja juaj, pa u marrë me zërat e jashtëm. Nga që kjo është një zgjedhje e juaja për të krijuar dhe për të ndriçuar. Bëjeni tani, askush asgjë, apo askush nuk mund t'ju ndalë, të dashur shigjetar.